Të nderuar teleshikues, selamu aleikum. Mirë se vini në emisionin ton të radhës Familja. Shpesh dëgjojmë shprehjen se pas çdo mashkulli të suksesshëm fshihet një grua madhështore. Në Islam kemi një tjetër shprehje: pas çdo familje apo shtëpie të suksesshme fshihet një grua madhështore. Gruaja është shpirti i shtëpisë. Asgjë nuk lëviz nëse nuk ka një grua madhështore që të ruaj kujtime, që të prodhoj ngrohtësinë në familjen e bashkëshortit. Ne sot do të shohim se si Islami është e mesmja e artë për të drejtat dhe pozicione e gruas në familje. Midis dy ekstremeve pra, kemi disa kultura që nënçmojnë rolin e femrës, por kemi edhe disa kultura të tjera të cilat janë ekstremi tjetër. Kështu, për ta sqaruar këtë rol kaq të rëndësishëm të një entiteti kaq të rëndësishëm familje, bashkë me ne sot në studio është mysafiri ynë Hoxha i nderuar Ahmet Kalaja. Hoxha i nderuar, mirë se erdhët. Mirë. Pra, e nisim këtu ku e nisëm dhe emisionin. Çfarë roli ka gruaja në Islam? Në Islam është gjysma e njerëzimit. Nëna jon Havaja, do të thonë është burimi i jetës në tokë bashkë me Ademin alayhis salatu wassalam. Kështu që gruaja ka një rol, do të thonë, të rëndësishëm dhe Zoti i Madh e ka lidhur, le të themi, kënaqësinë e botës tjetër, lumturinë e botës tjetër shumë me bashkëshorten, me gruan, me nënën, me vajzën dhe me motrën. Kështu që kur njeriu ka një vajzë dhe rrit dhe edukon atë sipas, le të themi, rregullave të Islamit, apo 2 apo 3 apo më shumë, Zoti i garanton atij xhenetin. Po kështu edhe nëse i ka motra dhe kujdeset për to, i garanton xhenetin. Më i miri ndër ju është që është më i mirë bashkëshorten e tij. Xhenetit e këmbët e nënës e kështu me radhë. Pra, është lidhur kënaqësia e botës tjetër dhe lumturia e botës tjetër shumë me gjininë femërore. Pra, Islami ka parë, le të themi, femrën si njeri dhe me të drejta dhe përgjegjësi të barabarta përpara Zotit. Pra, përpara Zotit jemi gjithë njësoj. Si më thënë, kur dalim përpara Zotit nuk do të ketë trajtim të veçantë për meshkujt dhe trajtim të veçantë për femrat, apo ligje të tjera për meshkujt apo ligje të tjera për femrat. Gjithë jemi njësoj para Zotit. Këtu në këtë botë jemi prapë njësoj në ligjet dhe rregullat para ligjit të Zotit, por le të themi burri ka, le të themi, siç e tham pra edhe në emisionin e kaluar, ka disa përgjegjësi më shumë, disa obligime më shumë, ndërkohë që bashkëshortja, do të thonë, është e liruar nga disa përgjegjësi familjare që ka bashkëshorti. Pra, si më thënë, ka një fokus tjetër. Fokusi i saj është fokusi i përkujdesjes, fokusi i saj është fokusi i ruajtjes, i edukimit, i rritjes fëmijëve të shëndetshëm, le të themi, në jetë, po edhe të shëndetshëm tek pjesa e imanit dhe e besimit. Ky është roli i saj. Për këtë arsye është rol i panegociueshëm, është vendi i saj është vend shumë eminent, domethënë shumë i rëndësishëm. Kështu që bashkëshortja e mirë është ajo bashkëshorte e cila ruan sekretin e familjes, bashkëshorte e mirë është ajo bashkëshorte e cila mirë menaxhon ekonominë e familjes dhe ekonominë e burrit saj që i besohet nga ana e burrit saj. Bashkëshorte e mirë është ajo e cila di të rrisi fëmijët sipas Islamit me edukim të mirë. Bashkëshorte e mirë është ajo e cila, domethënë, i jep hakun burrit saj, domethënë, pavarësisht lodhjeve që mund të ketë apo përkushtimeve ditore tek fëmijët dhe gjithçka, ama burrit ja jep hakun. Bashkëshorte e mirë është ajo bashkëshorte e cila, domethënë, di si të menaxhojë situatat e pakëndshme që mund të ndodhin në mbartjet e burrit kur vjen në shtëpi. Pra, nëse bashkëshorti ka këto 5 gjëra, me shpresën e Zotit ka plotësuar kriterin e një bashkëshortje të mirë. Ju folët për se nuk po flasim këtu për namaz, për agjërime, për le të themi për nderin, po flasim për familjen, në rolin bashkëshortor, në jetën bashkëshortore. Me drejt thatë, le të themi, të drejtat që ka bashkëshortja ndaj burrit familje. Pra, shpenzimi kjo, po detyrimet që ka ajo në familje. Thatë dhe cilësitë e mira, por tani kush janë detyrimet që ka ajo në familje? Ajo më e rëndësishme janë ndër të gjitha, ose kur rrotullohet kur rrotullohet boshti i gjithë, le të themi, detyrimit apo të drejtave të burrit ndaj saj, apo detyrimi që ka ndaj bashkëshortit, është bindja dhe respekti. Që do të thotë, ne tham javën e kaluar që burri është boshti dhe shtylla e shtëpisë. Ai është menaxheri dhe përgjegjësi, ai është amanetqari i këtij projekti të rëndësishëm. Atëherë bashkëshortja duhet të jetë respektuese, vlerësuese e rolit që i ka falë Zoti burrit. Pasi nuk mund të ketë dy.
është dikush që udhëheq, që menaxhon, që sheh, domethënë, situatat e përgjithshme. Kjo nuk do thotë që kur ai lund menç ta ndjekim. Kjo nuk do thotë që kur ai sjell një rregull që bie ndesh me ligjet e Zotit, me fjalët e Zotit apo pejgamberit ta ndjekim. Mirë, po ne po flasim kur janë disa gjëra që janë pa qarta. Atëherë fjala është fjala e burrit. Kur le të themi parashikimi mbi situatat, fjala është fjalë e burrit. Ama kur burri nuk ka drejt, ne kemi përmendur para javën e kaluar që po, kur nuk ka drejt, fjala është fjala e gruas. Po, gruaja duhet të jetë ortake në mendime dhe në vendime, sepse, domethënë, ti nuk po menaxhon thjesht me jetën tënde, ti po menaxhon jetën një njeriu tjetër dhe po menaxhon jetën një familje dhe patjetër duhet të ketë konsulencë. Vetë Zoti i tha pejgamberit alayhis salatu wassalam, "Wa shawirhum fil amr." O Muhammed, konsultohu me shokët e tu. Muhamedi s'kishte nevojë për konsulencë, se çdo gjë e kishte nga Zoti, po Zoti i tha për të na mësuar neve që duhet konsultohemi. Dhe konsulta më e rëndësishme do të jetë konsulta brenda familjes. Pra burri nuk mund të gdhijë sot me një surprizë, ku ndryshon komplet rrjedha e jetës familjare apo mënyra e jetesës etj etj. Patjetër gjërat duhet të jenë në koordinim dhe patjetër gjërat duhet të jenë në bashkëpunim. Kjo pra është ideja. Ajo, le të themi që ma bëre pyetjen, ajo duhet të jetë respektuese, vlerësuese, dhe duhet marrin konsiderat rolin që i ka fal Zoti burrit. Për këtë arsye kjo është e përmendur, le të themi në gjuhën e Islamit, ta'a. Pra ajo duhet të jetë e bindur dhe respektuese ndaj bashkëshortit saj. Nisur nga praktika që ju keni, si ndërmjetësues ligjor, pra e njohur nga shteti dhe nga pyetjet ose le të themi eksperiencat nga njerëzit që njihni, gjatë gjithë eksperiencës tuaj. Si ta masim, pra le të themi rolin e gruas midis rebelimit dhe nënshtrimit. Pra si kur bashkëshortja ta kuptoj nga eksperienca ju një këshill të artë që po e tepron ose që po e tepron duke nështruar ose që po e tepron duke folur. Pra si mund ta masë rolin e vet? Kjo është, domethënë, kjo kthehet prapë tek ajo që tek modeli i jetesës. Çfarë është e natyrshme në atë që për rol për shkallën e jetesës, në kërkesa, në obligime, ajo është e drejtë e saj. Në momentin që e tepron, e ka tepruar, pra le të themi, në momentin që e ngarkon, me që e kërkove me një fjali, në momentin që e ngarkon burrin e vet tej kushteve dhe mundësive që ka ai, në këtë rast quhet se e ka tepruar. Dhe në momentin që i bindet burrit dhe respekton edhe në gjërat e ndaluara, kjo tregon nënshtrim. Pra, nëse te kalon mundësitë e bashkëshortit në kërkesa, këtu kemi rebelim. Nëse i bindet edhe kur ai kundërshton Zotin dhe dërguarin e tij, ky quhet nënshtrim. Atëherë femra duhet të jetë tek e mesme. Pra çdo gjë që është okay, duhet të jetë respektuese dhe e bindur ndaj tij, dhe gjërat që janë tej mundësive të tij nuk bën, sepse kështu domethënë, si më thon, zemron dhe Zotin. Për këtë arsye, ta pejgamberi alayhis salam, inna ma huwa jannatuki wa naruki, burri është xheneti dhe xhenemi jot, i tha. Se ajo ankua për disa gjëra që nuk ishin të sakta, për disa gjëra të cilat ishin jashtë mundësisë së burrit për t'ia plotësuar. Dhe profeti sa me dëgjoi çfarë do thoshte dhe pastaj tha, nuk i tha që bëre, i tha, o filan, tha, burri është xheneti dhe xhenemi. Pra, si më thonë ne shqipsi që themi kështu gjuhën e rëndomt, po ja fut kot. Po kërkon gjëra të cilat janë jashtë kompetencave dhe mundësive që ka bashkëshorti yt. Ose siç kemi rastin e Fatimës me Aliun radhiyallahu ta'ala anhu. Fatimja radhiyallahu anha vazhdimisht po i kërkon Aliut, le të themi një shërbetor apo shërbetore që t'i nimonte, sepse raskapiti dhe këtu vjen edhe pyetja e famshme, a duhet bëj punë të shtëpisë gruaja, a duhet gatoj gruaja për burrin, sepse nga që hapin TikTokun dhe hapin Instagram, dhe hapin këto dhe gjën lloj fetvash që gruaja se ka për detyrë me gatuar këtë gjë. O vlla, thot Esmaja radhiyallahu ta'ala anha, e shef pejgamberi sa me thesin e hurmave, Esmaja me thesin e hurmave, to e çu nga le të themi toka duke çu tek shtëpia e vet. E tha pejgamberi hyp, do të thonë në devën time, ose rasti ose tha desha ti them, po nuk i thash. Kemi rastin e Fatimës radhiyallahu ta'ala anha, e cila thotë u ankova tek baba im për dhimbjet e duarve, se do të thonë duke punuar, duke gatuar gjithçka.
dhe i kërkova, ja kërkonte Aliu s'kishte mundësi. Ja kërkoi babës vet, i tha mirë ndargët tha pejgamberi alayhis salam. Dhe ju shkoi të dyve në shtëpi dhe i tha, "Au Fatima, kërkove për me një shërbëtor?" Po tha o bab. Po tha, "Do të tregoj diçka që është më mirë se sa shërbëtori." Thuaj para gjumit 33 herë subhanallah, 33 herë alhamdulillah, 34 herë Allahu Akbar. Edhe iku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra dua të them që le të themi kjo normaliteti, pra të jemi tek normaliteti dhe mos të bëjmë super ngarkesa, po edhe mos të tolerojmë aty ku nuk duhet toleruar. Qartë. Jemi deri ke faza që po merremi vesh. Tani, çfarë ndodh në momentin që nuk merren vesh dhe bashorti e ka marrë një vendim? Pra, a vlen ai rregulli usul fik që ihtilafi është pa u vendos për meselen. Në momentin që merret vendimi duhet bindje. Pra, edhe i pari shtetit, kur konsultohet në islam themi kalifi ose duhet i bindesh pastaj nëse merr një vendim, siç janë hadithet qoftë i gabuar, kur të godet shpinën, kur të merr pasurinë, a vlen këtë rast pra që gruaja duhet bindet dhe kur nuk e shef të arsyeshme. Hukmul qadhi yarfa al khilaf, i thon këto, domethënë kur vendos gjykatësi s'ka më debat, s'ka më diskutime. Normalisht që ka momente që pra thash janë gjërat pa qarta, kanë të bëjnë me, le të themi, mbarvajtjen e jetës familjare, edukimit të fëmijëve, rreziqeve që mund të ketë familja, po të jetohet në këtë formë apo në atë formë. Në këtë rast, vendimi, domethënë, përfundimtar, mbas konsulencës, veton ose si më thon zërin më të fortë ka burri, padyshim. Padyshim. Pra, në këtë rast vlen edhe shprehja që bindja vjen në momentin që ti nuk je i bindur për atë, se po që je i bindur, ai nuk është më bindje, pas ajo është marrëveshje, pra që ecin të dyja paralel. Si duhet të jetë mënyra që një grua e zgjuar të ndikojë ke burri i saj? Me të gjitha metodat, hoxha i notës, i kanë paston këta nonat e vjetra të Tiranës, i thoshin për gratë, thoshin i ka fol hoxha i notës në vesh. Pra me kuptimin që gruaja ka, le të themi, të gjitha shanset dhe mundësitë të influencojë te bashorti i saj në vendime dhe në qëndrime, dhe këtu vjen ajo shprehja që ju përmendet që mas çdo njeriu suksesshëm është një grua, le të themi, e zgjuar apo e urtë apo e mençur e kështu me radhë. Kështu që normalisht që ajo ka, le të themi, instiktet e veta se si. Jo, ka atë që quhet magjia halal. Sihrul halala. Hipnoza i thënë sot. Kështu që ajo ka të gjitha hapësirat sepse Zoti i Madh, Zoti qofshin fal, e ka gatuar mashkullin ta tillë që çdo lloj gjëje që i vjen nga ana e bashortes atë e mahnit e knaq. Dhe thjesht ajo duhet të di si ta paketoj, duhet të di se si ta ofroj atë magjin e saj, në thonë za gjithmonë, edhe do ta shohësh burrin i cili do të jetë shumë i përkushtuar, shumë i dhënë. Dhe në momentin që gruaja sillet si burr me burrin, domethënë ai thot diçka dhe kjo më një herë debaton, për çdo gjë i përgjigjet, për çdo gjë i jep një përgjigje, për çdo gjë e bën një pasthirm, për çdo gjë fillon pastaj situata dhe ftohet. Pra, duhet kuptojmë se, domethënë, jemi në një situatë përplotësimi dhe nuk jemi për një situatë konflikti dhe përballje. Domethënë këtë gjë femrat, bashortët duhet ta kuptojnë se në jetën bashortore patjetër duhet të jetë dikush që tërhiqet. I takon mashkullit, si le të themi, si një psikologji tjetër, të tjetë ai pari që bën tërheqjen, mirë po nga një herë edhe atë e merr, le të themi, vëllulli situatës, atëherë duhet të jetë bashortja e cila bën tërheqjen. Kur le të themi bashkëshortja ka drejt të marrë masa, dhe çfarë masash mund të marrë? Dhe ajo ka mënyrat e veta dhe format e veta se si mund të shpreh pakënaqësinë. Unë mendoj në momentin që lidhja është shumë e fortë dhe dashuria shumë e madhe, pakënaqësitë lexohen shumë larg. Si tha një herë Aisha, pejgamberi sa mi tha Aisha, si tha, Aisha tha, unë e dita kur je i mërzit prej meje, tha, dhe kur je e kënaqur me mua. I tha Aisha, po si e kupton ti o pejgamberi i Zotit? Do të thonë Aisha nuk reagonte fare që të jepte shenja apo sinjale apo që se më ke mërzit fare. Po si reagonte Aisha? Reagonte Aisha kur ishte e mërzitur, thoshte pasha Zotin e Ibrahimit alayhis salam. Betohem në Zotin e Ibrahimit. Po Zoti i Ibrahimit dhe Zoti i Muhamedit dhe Zoti i Isait është i njëjti Zot. Kurse kur ishte e kënaqur me pejgamberin e selam, thoshte pasha Zotin e Muhamedit.
E tha Aisha, unë e dita kur jeti, tha, e mërzitur me mua dhe kur jeti e kënaqur me mua. E tha si? Tha, kur je e mërzitur me mua, tha ti thua pasha Zotin e Ibrahimit. Kur ti je, tha, e kënaqur me mua, thua pasha Zotin e Muhamedit. Tha Aisha radiallahu anha, tha, pasha Zotin o pejgamberi i Zotit, nga sot e tutje nuk do të betohem vetëm se pasha Zotin e Muhamedit. Pra, përdisa ma kape sekretin, nuk dua që të kuptosh ti asnjëherë se unë jam e mërzitur prej teje. Pra, pse ndodhi kjo faktikisht se dashuria dhe lidhja atyre ka qenë aq e lartë saqë lexoheshin gjërat pa u deklaruar, pa u thënë. Për këtë arsye në historinë në ngjarjen e shpifjes që u bën te Aisha radhiyallahu anha, Aisha çfarë tha në një nga momentet tha kur pejgamberi alayhis salam tha, më tha, o Aisha, nëse ke bërë diçka, pendohu, nëse je e pastër, do të zbresi nga Zoti, si më thon, certifikimi yt, tha unë aty tha, e humbi Aisha. Aty tha unë, sepse nuk Zhgënjim. prej çdo kujt mund të priste diçka, po për profetin nuk e priste dot sepse nuk e imagjinonte kurrë. Unë tha, vija re që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i ftohur, kishte një lloj stepje, po nuk ja merrte kurrë mendja që të kishte ndikuar dikush tek profeti alayhis salam. Mirë, po nga që u bë zhurmë e madhe, profeti alayhis salam njeri ishte si gjithë tjerët, edhe pati atë efektin. Pra do me thënë, ka të drejtë ajo të ta shprehë në forma, në mënyra që ai të kuptojë se ka diçka që nuk shkon, të interesohet, po pse etj. Por mos shkoj deri në atë që ta mallkojnë me lajket. Sepse do thonë është një nevojë, le të them fiziologjike, trupore, mendore që ka të nevojshme bashkëshorti në mënyrë që të mbyllen portat e të keqes jashtë kur del nga shtëpia. Pra, do të thonë, me të vërtetë ti mund të jesh e mërzitur, me të vërtetë mund të jesh e pakënaqur, po nëse nuk plotësohet kjo nevojë, nevoja e shtratit, rreziku që i kanoset familjes është shumë më i madh. Përkundrazi, përgjigjja në shtrat, dhënia në shtrat, mund të zgjidhë ty shumë probleme që nuk t'i ka plotësuar burri apo nuk t'i ka sepse burri bollë dhurat dhe kalohen. Ju përmendet pjesën e me lajkeve kur ndoshta gruaja pa drejt nuk ja plotëson burrit aspiratat, nevojat. Por kur është e drejtë që gruaja le të themi të rezervohet ndaj kërkesave të burrit, pra a ka raste që ajo mund ta bëjë këtë? Po, kur ajo dëmtohet, kur i sjell dëm për shembull, kur është e smur, kur ka situata normalisht që është e justifikuar që mos të përgjigjet. Kur le të themi për shembull ai mund të ketë ushtruar dhunë apo diçka tjetër dhe pastaj thotë, eja, normal që ka diçka që s'shkon në këtë mes. Ka ditë që s'mund ta trajtosh si shtaze që e rref ndrek dhe përdor shtazën darkë domethënë. Kështu që normalisht që ka dhe situacione. Po, ne po flasim për rregullën e përgjithshme. Rregulla e përgjithshme është që duhet të jetë, domethënë, në disponibilitet të saj dhe me shpresën e Zotit gjërat vijnë duke u rregulluar sepse për këtë arsye ecën dita dhe nata dhe jeta nuk është stop, pra nuk është gjithçka këtu. Mos përderisa çdo gjë është në lëvizje dhe ne në jetën bashkëtorë duhet të lejmë gjërat të ecin dhe të lëvizin. Në fakt është një pjesë që mund të themi ndoshta mund të abuzohet, domethënë. Ke pjesa e bashkëshortës, ke pjesa e gruas, sepse mashkulli le të themi e ka çik të matshëm kërkesën e vet. E ka shumë drejt për drejt. Çfarë rëndësie i jep Islami, le të themi, pjesës emocionale të gruas? Pra, a duhet që burri ta respektojë, le të themi, natyrën e saj të brisht, e kështu me radhë. Pra, është kjo një e drejtë e gruas? Patjetër duhet ta marrin në konsiderat. Për këtë arsye tha Zoti në Kur'an, wa ashiruhunna bil ma'ruf, kaloni jetë sa më të mirë me bashkëshortet tuaja. Fjala sa më të mirë me bashkëshortet tuaja do të thotë që ti duhet marrësh konsiderat natyrën e femrës, natyrën e bashkëshortes që ta bësh jetën e saj sa më të mirë, siç e tha Zoti në Kur'an. Pra ai Zoti që tha falu, agjëro, i bziqatin, tha me bashkëshorten jetë sa më të mirë. Atëherë fjala sa më të mirë, do të kupton që ti të dish çfarë e kënaq, çfarë e zemron, çfarë e pikëllon, çfarë e dëmton, çfarë e bën të ndihet mirë, që t'ia bësh asaj jetën e mirë siç tha Zoti në Kur'an. Ashtu siç edhe gruaja duhet ta bëj jetën e burrit saj sa më të mirë. Pra të dy, domethënë do të mundohen t'ia bëjnë jetën njëri tjetrit sa më të mirë. Pasi sikur vetëm këtë urdhër kuranor të zbatonte burri dhe gruaja, që është me ja bëj jetën sa më të mirë bashkëshortit, me ja bëj jetën sa më të mirë bashkëshortës, ne nuk do të kishim sot probleme.
Po ne sot kemi ego, ne sot kemi, le të themi, një kulturë apo një traditë familjare apo një zakon apo diçka dhe gjitha këto bëhen lëmsh pastaj dhe harrohet ajeti kuranor, bëja jetën sa më të mirë. Bëja jetën sa më të mirë, kaq. Nëse do ta bëshim jetën, gjithë secili do të mundohej për t'ia bërë jetën sa më të mirë për Zotin e Madh, domethënë gjërat do ecnin mbar dhe do ecnin mirë dhe nuk do të kishte probleme, nuk do të kishte ndarje, nuk do të kishte asgjë. Ndoshta një tjetër, le të themi arsye grindje, nuk po themi problem se s'do të bëjmë me faj bashkëshorten ose bashkëshortin, por një nga arsyet më të mëdha debative janë pjesa e daljes pra femrës nga shtëpia. Duket pak si tabu që të marrë leje kur del gruaja, ose le të themi të njoftoj pra. Por e zem se bashkëshorti se lejon. Pra, çfarë dispozite ka? A merr gjunafe, a duhet dalje kështu me radhë? Ka diçka që për këtë arsye domethënë ne tham el-aade muhakkame. Adeti dhe tradita ku jetohet konsiderohet merret në konsiderat. Pra burri nuk mund të bëj sanksione për dalin nga shtëpia për diçka që gjitha gratë domethënë normalisht dalin dhe është normale për modelin e saj. Nuk po them për modelin e shoqërisë, e cila mund të jetë shumë e shturë, e nuk dihet kur vjen gruaja në shtëpi dhe kur ik nga shtëpia, po flasim për modelin e saj. Edhe brenda le të themi bashkësisë islame, femrat kanë një model, kanë një mesatarizëm në mënyrë se si menaxhohet situata. Domethënë, janë disa gjëra të tjera që janë le të themi brenda lagjes, brenda qytetit, marrja e fëmijëve, dërgimi, vajta tek prindi që mund të ketë në vend në tjetër qytet. Gjitha këto janë gjëra që s'ka nevojë. Nëse është diçka pastaj që me të vërtetë në traditën, le të themi në mjedisin e modelit të njëjtë, po kërkohet leje sepse bëhet fjalë të lëvizet nga një qytet në qytet tjetër ose të shkohet diku që burri ndoshta duhet të ketë informacion të më përparshëm se ku po shkohet etj në një le të themi në një aktivitet, në një ftesë diku, normalisht që kjo duhet bëhet patjetër me lejen e bashkëshortit. Përveç se nëse këto më herët i kanë rregulluar këto punë dhe kanë thënë okay, çfarë është kështu edhe i kanë sqaruar. Nëse nuk i kanë sqaruar, patjetër do të jetë me lejen e burrit, me lejen e bashkëshortit. Po ana tjetër, pra kemi edhe fenomenin tjetër që burri ikën dhe s'dihet kur vjen, pra është një mas, le të themi kjo si praktik. A duhet konsultohet ose absolutisht duhet të ketë bashkëshortja informacion. Po, duhet të ketë. Këtu nuk kemi leje, po duhet të ketë informacion. Sepse duhet di si të llogarisë gjëra, si të llogarisë punët, si të përgatitet, domethënë mos vi burri surprise ke shtëpia dhe gruaja mund të jetë duke prej qepët. Po. Edhe i vjen era qep vetëm për të takuar, për të pot fillojnë çajin të dy. Kjo pse ka prej qep, ky senin erën e qepës. Qartë. Atëherë bëj një shkputje të shkurtër dhe rikthehemi sërish në studio. Ja, pra kur i kthyem sërish në studio, le të themi për disa pyetje praktike. Pra, sqaruam pak rrafshin, le të themi teorik, pyetjet që bëhen më shumë kudo, rrjetet sociale, në forume, në komisione ndryshme dietarësh islame kështu me radhë, është pjesa kur bashkëshortja punon. Pra, punojnë të dyja palët, kuptohet me dëshirë, s'po flasim kur, sidomos realitetin e sotshëm që të dy do të bëjnë s'mbahet familja ndryshe. Minimalisht një punë se ka raste bëjnë dhe dy. Kush do merret me punë të shtëpisë? Mendoj se situata prap duhet shkojë tek mirëkuptimi mes palëve, domethënë. Në momentin që domethënë gruaja e ka hapësirën dhe mundësinë, e bën gruan, nëse nuk e ka gruaja hapësirën dhe mundësinë, e bën burrin. Pra këtu jemi në një situatë tjetër. Pra nuk jemi në atë rregullin e zakonshëm që në përgjithësi pra le të themi burri siguron gjithçka dhe gruaja është mbretënesha e shtëpisë dhe zonja e shtëpisë e bën ministrinë e edukimit, ministrinë e shëndetësisë, ministrinë e ekonomisë, i bën të gjitha gruaja, po jemi në një situatë tjetër, pra që të dyja palët mundohen të mbajnë familjen, atëherë edhe le të themi pozicioni, pastaj duhet të jetë në bashkëpunim. Pra duhet të ketë një rol mirëkuptues. Pra, për shembull le të themi, nëse ka mundësinë që gruaja të përgjigjet, duhet përgjigjet, nëse nuk e ka mundësinë atëherë sipas mundësive që kanë. Pra edhe çat keqe ka që edhe burrit gatuj. Pejgamberi sa më ka miel delet për shembull që në fund fare nuk është fare punë burrash, në thonjza le të themi. E ka bërë pejgamberi alayhis salatu wasalam. Kështu që nuk u bë hataja pse burri në një moment gatuan apo bën ndonjë punë që
Përderisa kanë rënë dakord që të dy të mbajnë familjen, atëherë të dy duhet binë dakord në mënyrë se si do të menaxhojnë pastaj situatën. Mund të kemi edhe situatë tjetër që nuk i vjen dorësh. Atëherë gruaja duhet të gjejë një zgjidhje, patjetër, me kuptimin e bën gati, e lën gati, e bën darkët që të jetë ose e bën gjest le të themi që të jetë ushqim i disponueshëm për familjen gjatë ditës etj etj. Dhe le të themi çështja mbitorët. Pra folëm për të drejtën e bashkëshortës që të respektohet ana e ndjenjave, ana emocionale që e karakterizon femrën. Tani, a është detyrë që ajo le të themi të zbukurohet për burrin, pra nëse burri ja kërkon? Absolutisht pa ja kërkuar. Qofse femra pret që burri t'ja kërkojë zbukurimin, ajo nuk ka kuptuar asgjë nga arti i jetës bashkëshortore. S'ka nevojë t'ja kërkojë burri. Sytë e burrit duhet të jenë te gruaja e tij, mendja e burrit duhet të jetë te gruaja e tij, tek joshjet e saj, tek lojrat e saj, tek lodrat e saj. Ajo duhet të jetë patjetër, domethënë është e padiskutueshme. Për këtë arsye, për shembull, pejgamberi sa më ka ndaluar që njeriu të vi thot në shtëpi natën, pra me kuptimin pa njoftuar, pra të bëj surprizë, sepse nuk mund ta gjej gruan në një gjendje jo të përgatitur. Pra gjithë ideja është domethënë që të dy duhet të jenë paraqitshëm për njëri tjetrin. Të dy duhet të jenë joshës për njëri tjetrin, të dy duhet të jenë, si më thon, të tërheqës për njëri tjetrin, sepse është diçka që është halal e lejuar, po që edhe duhet paketuar mirë. Duhet investim. Duhet pak investim dhe ja vlen. Është një investim që ja vlen, sepse mas këtij investimi do të vinë fëmijët, do të vinë brezat e kështu me radhë. Bukur. Dhe ndoshta mund t'i përgjigjesh shkurtimisht ose si doni, por abuzohet shumë me pjesën e le të themi dajakut ose ushtrimit dhunës ndaj bashkëshortes. Në fakt, hadithet janë që profeti alayhis salam kurrë si ka prekur, por dhe kur i ka prekur, pra është gjutur lehtë me mizvak ose ka thënë goditje pa shenja, ghair mubarrih. Pra, a është simbolik dajaku në Islam që ta ndajmë këtë pjesë dhe për publikun, apo është dajak me e thyrë mes, si thot populli? Ja, bëhet fjalë gjithmonë për diçka simbolike që domethënë të kuptohet gjendja e paudhësisë së situatës ose e shturjes. Pra nuk është kuptimi asnjëherë, domethënë goditja me kuptimin negativ të fjalës, asnjëherë nuk është kuptimi. Për këtë arsye dhe komenti i ajetit kuranor thotë si mizvaku. Mizvaku në Islam është ajo që pastrohen dhëmbët. Unë nuk e di domethënë a mund të quhet rrahje apo goditje me furçë dhamash, si më thonë, jo, furça vallai është e gjatë. Është e gjatë dhe është plastike të bën via. Mizvaku është kaq sa gishtin. Një thupër pak e trash, jo thupër amën. Një shkop. Shkop që pastrohen dhëmbët, kaq ose kaq. Me atë domethënë. Pra ideja është si me laps, po. Bravo. Ideja është tek mesazhi. S'po shkon diçka mirë këtu. Si më thënë, thirrje menjes o popull, domethënë. Pra ideja është që këtu ka diçka që nuk po shkon mirë, domethënë, dhe kjo është ideja, domethënë, që mos shkoj situata aty. Përveç rrafjeve me konsensus, që do thotë mund të jetë për shembull në jetën e shtratit që ata kanë dëshirë të rihen me njëri tjetrin, aty pastaj lejohet. Aty pastaj është sevap, ne flasim për rastet kur o gjendërë falenderoj që ishit sot me në studio, gjithashtu falenderoj publikun për vëmendjen që na kushtuan në puntatën e sotshme. Deri në emisionin e ardhshëm, asalamu alaikum.